Dhe sigurisht janë dhe shumë të rënditës emra të cilët qarkullojnë dhe akuzohen në gjithë këtë skenar, veçanërisht emrat e politikave ose elitës ndërkombëtare, Donald Trump, Bill Clinton apo edhe princi Andrew, i cili së fundmi doli dhe në një foto shumë komprometuese me 5 vajza të reja. E përmenda pak më herët që si presidenti Trump edhe presidenti Clinton nuk e kanë mohuar që kanë patur një raport miqësor më herët me Epstein, por ata kanë deklaruar se nuk kanë qenë asnjëherë në dieni të çështjeve në cilat ai ishte i përfshirë dhe sikur se thash presidenti Trump e ka ndërprerë sikurse do të ai raportin me Epstein që në fillim të viteve 2000. Sa i përket princit Andrew, sigurisht që kjo është një çështje që ka ngritur debat jo vetëm këtu, por edhe në Britani, ai humbi të gjitha privilegjet? Nderet që lidheshin me titullin e tij dhe janë një sër fotografish në fakt, por ajo që ka marrë më tepër vëmendje, pikërisht e përmendët dhe ju, është fotografia e tij e shtrirë përgjatë trupit të disa grave. Çështja që do pyetjet që lidhen, kritikat më të forta që lidhen me princin Andrew janë në faktin që ai vazhdoi të kishte një komunikim edhe pasi u bën publike akuzat edhe pasi ai kishte mësuar se në çfarë ishte i përfshirë Epstein. Suela, është fjala për abuzim me vajza që në moshën 14 vjeçare dhe sipas vetë dëshmive të dhëna nga agent, këto vajza më pas rekrutonin edhe vajza të tjera. Mund të bëhej fjalë për rreth 20 apo 30 vajza të tjera në moshë minore. Madje sipas dosjeve të cilat janë bërë publike deri tani, ai u kërkonte, pra Epstein u kërkonte vajzave kartën e tyre të identitetit, pasi po sipas dosjes ai kërkonte që vajzat të ishin në moshë minore, madje kishte edhe preferenca referuar gjinisë apo më falni prejardhjes së tyre. Pra bëhet fjalë për një figurë që shumë kontroversale dhe sigurisht prandaj edhe përgjegjësia ndaj individëve të cilët kanë zgjedhur që të komunikojnë me të dhe të ruajnë raportin miqësor me të edhe pasi u bën publike akuzat, bëhet edhe më e madhe. Dhe sigurisht nëse shohim një plan më të gjerë, do donim të diskutonim se çfarë mësojmë nga ky rast, kjo për raportin mes pushtetit, mes elitave dhe llogaridhënies. Llogaridhënia është bazuar tek funksionimi i organeve të drejtësisë dhe fakti që ka patur një presion kaq shumë të madh, jo vetëm nga demokratët, por edhe nga veteranët republikanë për të bërë publike këto dokumente, është një tregues i nevojës për të dhënë llogari përpara publikut amerikan, i cili e përmendët dhe ju pak më herët ka shumë vëmendje në lidhje me rastin. Megjithatë, do duhet pritur publikimi i të gjitha dokumenteve dhe nëse ka fakte të reja për të parë nëse ekziston mundësia për të shkuar më tej përveç se thjesht të publikimit të dosjes kundrejt personazheve të përfshirë në to, për të folur më gjithësisht sa i përket llogaridhënies në nivel individual, do thoja Suela. Unë falenderoj shumë për këtë lidhje që bëre me ne këtë mëngjes të diele, pasi është një mëngjes të diele aty tek ti. Besoj se ora po shkon drejt 10-s apo ka nisur diela dhe të uroj një të diel të mbar. Faleminderit që mëngjesin e ndave me ne në këtë raportim. Suela, faleminderit të gjithmonë krenasit kthehem në aty. Faleminderit shumë. Të dashur miq, ne ndahemi kështu nga Klementina Cekollari, e cila raportoi për një rast shumë të ndjeshëm. Vazhdoi bisedën tonë me gazetaren Dori Daka, është një rast